Ja, ku po rikthehemi sërish në studio dhe tash më ka momenti që të fillojmë biseden me mysafirën ton, Diana Tahiri, aktiviste dhe përfaqësuese e Qendrës për Liri Civil. Mirë se na erdhët. Mirë si ju gjetoj, faleminderit për ftesën. Do flasim pak më shumë, le të themi kështu në përgjithësi për kulturën zgjedhore dhe unë do e filloj me pyetjen pse duhet votojmë, pse është e rëndësishme që të dielën secili qytetar të ngrihet në mëngjes ose edhe më vonë dhe të shkon të voton. Është e rëndësishme sepse çdo qytetar me ardhen e pluralizmit në shtetin ton, për këtë do të flasim me siguri më vonë, veç me ka kuptuar se ardhmërinë e vet e ka kuptuar ose se ka kuptuar, edhe për këtë do të flasim, ardhmërinë e vet dhe të fëmijëve të vet e ka në duart e veta. Pse? Sepse me votim, me zgjedhjen e përfaqësuesve, secili qytetar ka të drejtën ta zgjedh përfaqësuesin e tij në komunë, kësaj here do të janë zgjedhjet lokale, ku zgjidhen kryetarët e komunave, si dhe këshilltarët në këshillet e komunave. Është me rëndësi sepse vetë qytetari e zgjedh atë i cili do t'ja përfaqëson nevojat, do t'ja përfaqëson nevojat që i ka, do të thotë që i kanë të gjithë qytetarët, varësisht nga ajo çka ju nevojitet, dikujt i nevojitet ma shumë, ja sa i lexoj tash njerëzit, dikush kërkon shtigje për bicikleta, dikush kërkon nuk ka qasje cilësore në ujë ose rruga duhet të ndërtohet, rruga në këtë ose në atë lagje ose nevojat të ndryshme. Prandaj, zgjedhjet janë shumë të rëndësishme për qytetarët edhe është vetëdia duhet të jetë shumë më e lartë se sa që është tani. Pse themi kështu? Sepse qytetarët duhet ta dinë se tash do të kaloj pak në atë pjesën më edukative, të cilën sikur edhe institucionet, edhe politikanët, edhe ndoshta edhe mësimdhënësit tash nuk e di se në shkolla fillore edhe të mesme a ka ndonjë lëndë ku mësojnë këto gjëra, e drejta e njeriut, sepse zgjedhjet nuk fillojnë edhe nuk mbarojnë në ditën kur ato ndodhen. Tani do t'jenë pas 3 ditësh, fillojnë në ora 7, mbarojnë në ora 7 mëngjes dhe mbarojnë me mbylljen e kutive në ora 7 në mbrëmje. Nuk mbarojnë atëherë, atëherë vetëm votimi mbaron. Zgjedhjet zgjasin derisa t'ua jepni mandatin, derisa ne t'ua japim mandatin përfaqësuesve tanë, qoftë në komuna, qoftë në kuvendin e Republikës tonë, qoftë kudo qoftë. Pse është ashtu? Sepse ne duhet kërkojmë llogaridhënie nga të përzgjedhurit tanë për atë që ata e kanë premtuar gjatë fushatave zgjedhore, para fushatave zgjedhore, se te ne e dim se fushatat fillojnë shumë më herët se ajo zyrtarja, dhe duhet jurim sikur që kiç mbi kokë, si themi ne. Pse? Sepse ja u kemi dhanë votën. Votën ja u kemi dhanë që ata të punojnë për ne. Ato nuk shkojnë të punojnë vetëm për vete, po të i përfaqësojnë nevojat e qytetarëve. Prandaj është me rëndësi edhe të dalin të votojnë. Përmendet pak pluralizmin, përmendet fushatën zgjedhore, qytetarët tanë, qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut votojnë në bazë të ideologjisë së tyre individuale, programeve që kandidatët i kanë shpallë gjatë tërë kësaj periudhe të fushatës, apo ndoshta më tepër ndikohen dhe dirigjohen nga masa, le të themi nga ajo besimi i turmës? Si funksionon tek ne? Duke marrë parasysh modelin ose trendet e tanishme, ato që po i shohim edhe janë shumë të dukshme dhe njerëzit nuk fshihen më se si votojnë. Vota është e fshehtë çdo herë, mirë po atë animin nga cila parti, se ne tani votojmë për parti, atë që e tha ati tash, qytetarët dite më tepër nuk e votojnë individin, sepse edhe sistemi është ashtu, mirë po edhe
klientelizmi e ka bërë të vetën. Tash të kalojmë, ta themi troq. Turma e bën të vetën, më shumë interesi e bën të vetën, voton për do ta voton një person ose një parti politike, çdo herë ajo vot tek unë shkon te partia politike të cilës unë i përkas. Do thotë voton në të shumtën e rasteve dhe ajo tash me përqindje nuk do të shkojmë se nuk jemi as anketar as asgjë, mirë po voton për një vend pune, voton për një premtim ose një të mirë që ja ka bën ndonjëherë ati, dikush ati ose aja ati, edhe ato janë reciproke, do të thotë ka të bëjë edhe me korrupsionin. Korrupsioni çdo herë nuk është me para vetëm, po është edhe me këmbimin si themi shërbimeve, hajde mos shprehemi ndryshe, kështu që qytetarët sikur e kanë harruar se pse duhet të votojnë. Nuk e votojnë individin, thash edhe një herë, sistemi është ashtu, se ti kur e voton filan fëstekin, faktikisht e voton partin. Edhe tani votojnë me turmë. Ideologjia të menduarit, a jam unë i majt, ose a jam unë i djathtë, dhe cila parti politike ose cili kandidati për shtatet të kësaj ideologjie nuk është që ekziston, ose ndoshta shumë pak e hasim, siç po thoni ju. Kjo ka të bëjë edhe me kulturën edhe politike, edhe kulturën zgjedhore. Gjeneratat më të reja, si duket, janë dhanë mbas atij trendit, trendit të turmës, do të thotë, të anojnë të jenë bashkë me turmën, ose të votojnë, nuk flas tash për votim familjar, kur shkojnë në vend votim edhe komplet kur votojnë, se ajo është paregullsi, mirë po si voton familja ime, do të votoj dhe unë, pse se dikush kreu të familjes, ose dikujt nga familja i ka thënë nëse mi sjellish kaq vota, do ta kesh një vend pune, ose do të avancojmë në vendin e punës, ose të gjëra të tilla. Kështu që sikur e kanë haruar, thash kjo ka të bëj me kulturën e zgjedhjeve dhe kulturën politike. Kultura e zgjedhjeve, te ne është pak për të habitur të gjeneratat e reja. 8 vjetrat veçmone, edhe unë i përkas gjeneratës më të vjetër, asaj gjeneratet e cila e ka përjetuar në mosh veç madhore, atë tranzicionin nga regjimi komunist në pluralizëm. Atëherë edhe nuk kemi qenë shumë të informuar çka do me thënë demokracia, çka do me thënë votimi. Thjesht kemi hyrë në atë procesin zgjedhor, kemi votuar, edhe këtë e them troq, të jo shumë të informuar. Mirë po, vite me radhë, procese zgjedhore me radhë, kemi pasur edhe tjera probleme. Do të kemi votuar për përkatësinë etnike të përfaqësuesve politik tanë, sepse ka qenë është dashur ashtu të jetë, mirë po mandeje dhe partitë politike qoftë asaj etnie ose të kësaj etnie, janë formuar janë bërë më tepër parti dhe ke pasur zgjedhje më të madhe për cilin të votosh. Po sikur asnjëherë nuk votohet për cilësinë e individit, e atij individit që mundet të cjellë diçka, sepse individi nuk është të treguar se nuk punon për ata që e kanë zgjedhur, por për interesa partijake. Dhe këtu vjen ajo kultura zgjedhore. Elektorati edhe është mëkat se subjektet politike, qytetarët i shohin sikur numra, i shohin sikur si ta bëj shprehjen që mos ta ofendoj askënd, po e shohin thjesht si elektorat. Pash ashtu, elektorat. Jo si qenje individuale njerëzore. Si elektorat, edhe ashtu e quajnë. Zgjedhësit. Jo qytetarit i cili do të më zgjedhë mua që unë ta përfaqësoj atë, po thjesht edhe si numra e shef. Kaq numra unë i kam, kaq numra ti i ke, kaq do të më vinë. Kaq kanë qenë sot në miting, kaq kanë qenë sot edhe i numrojnë edhe veç më i din se sa vota do t'i marrin. Prandaj ajo kultura e zgjedhjeve edhe te institucionet, edhe te partitë politike, por edhe te qytetarët mungon.
Nëse para 20 vitesh ka qenë në një nivel, si themi, në një nivel dukshëm më të mirë se më parë, diku ka 2017 para 2017-ës dukshëm ra, po atëherë veç më ngrit, pas 2017-ës edhe njerë ngrit, tashmë veç ka ra krejt, sipas asaj që e shohim në teren. Unë kur i referohem fenomeneve të cilat duken pak më komplekse, si që është kultura e zgjedhjeve, shpesh kthehem tek familja, aty ku është rrënja. Me moshën 18 vjeçare, secili nga ne kemi fituar drejtën për të zgjedhur dhe për të qenë i zgjedhur. Mirë po, a mendoni që punohet mjaftueshëm me të rinj të cilët ende s'kan të drejtë të zgjedhin, që t'u tregohet se çka është vota, si bëhet votimi, si shkohet nëpër këto kutit, nëpër klasat ku shkohet. A mungon kjo pjesë, sepse gjithçka themi ne fillon nga familja? Po, fillon nga familja. Si dashuria dhe urrejtja edhe të gjitha punët tjera fillon nga familja. Megjithatë, unë thash parë, më duket se e përmenda se nuk e di se në për shkolla fillore ose të mesme punohet institucionet sa punojnë me të rinjtë, që e parat jo t'ua spjegojnë termin e demokracisë çka do të thotë, të jesh i lirë, e demokracisë liberale të jemi ma të sakt. T'ua tregojnë të drejta, çfarë është e drejta yte, se dikush ka luftuar për të drejtën që ti të mundesh të votosh. Dikush ka luftuar për të drejtën e gruas të votojë, se edhe gratë s'kan mundur të votojnë deri në shtete të ndryshme. Edhe unë mendoj se nuk punohet mjaftueshëm. Por fëmijët, prej asaj që shohim, atë që e dëgjojnë nëpër shtëpia janë emrat e partive politike, emrat e përfaqësuesve ose liderëve të partive politike, edhe ato i din përmendsh. Më shumë fokusohen në ato simbolet etnike, fëmijët të mbuluar me flamuj është mirë, ta dinë se nga e kanë preardhjen edhe ta ruajnë atë me shenjtëri ta ruajnë, mirë po duhet së pari ta dinë të drejtën. Prindët duhet t'i edukojnë, mirë po edhe nëpër shkolla, po pse jo edhe organizata qytetare të cilat do ta marrin ndonjëherë, se shpesh bazohemi ne edhe në grante, edhe ne, po flasë në përgjithësi, bazohemi në atë se sa do të na jep një donator, që të mundemi ta plotësojmë, ta realizojmë një projekt. Jo, mundeni thjesht tjetë një nismë vullnetare që për edukimin e të rinjve, këtu janë e siguri edhe mediat, të kenë slogane, të kenë programe edukative për dedikuar për rinin. Tua mësojnë kulturën e zgjedhore, do të thotë te kultura zgjedhore hynë sjellja, kuptimi e asaj se çfarë do të thotë e drejta e votimit. Dhe këtu qëndron krejt. Familja po, mirë po edhe e gjithë shoqëria, shteti t'i edukon të rinjtë për të drejtat e tyre. Por derisa jemi tek mediat, sa ndikojnë rrjetet sociale dhe mediumet në përgjithësi në formimin e bindjes se për kë do votojmë ne? Mediat klasike, kur them klasike, ato mainstream, sikur ja edhe Alsati është një nga ato mediat serioze klasike, me siguri se ndikojnë, si ndikojnë. Nëse ndikojnë pozitivisht ose me një informim të balancuar, do të panim se shife tash ne të gjithë e dim, të gjitha partit kanë të drejtë të reklamohen, edhe ajo është në rregull. Mirë po kur një medje e reklamon vetëm një parti, vetëm një, nuk e ka edhe ndonjë tjetër e cila është ndoshta e kahjes të kundërt politike, themi e djathtës ose të majtës ose të qendrës, nëse ka pak të përzierë, atëherë ajo medje është e balancuar. E para është ajo. Ndoshta nuk është e para, po ja, më erdhi kjo e para. Kur tash e dim se çdo medje e ka edhe faqen e vet për rrjetet sociale. Se si e plason atë përmbajtje politike, se kush ka themi që në kontekstin e sotëm, kur kemi fushat
të dendur zgjedhore, e cila ka filluar para 2 muajsh, se si e paraqet para publikut në rrjetet sociale. Sot shumë më tepër klikime ka në rrjetet sociale që çojnë mandej te web faqja web faqja e medias. Ju jeni edhe televizion, edhe është pak më ndryshe, e keni drejt për drejt, e keni atë Alsatja ka drejt për drejt komunikimin me shikuesit e vetë. Mirë, por rrjetet sociale e bëjnë të vetën. Dhe shumë është me rëndësi qasja ndaj përdoruesve të rrjeteve sociale se si plasohet ajo. Thotë, sipas disa, ne tash kishim edhe një konferencë në organizatën tonë ku bashkë këto çështje u hapën. Pse ka ra demokracia, pse është demokracia në rënje? Një prej shumë faktorëve ishin edhe mediat sociale, rrjetet sociale, biznis modeli në të cilin shifen vetëm numrat edhe këtu lidhen edhe partitë politike. Do thotë lajmet ose postimet negative kanë më shumë klikime se sa një gjë pozitive ose më e balancuar. Dhe biznis modeli i kësaj e rënon edhe demokracinë, e rënon edhe mendimin e lirë, e rënon edhe atë që është shumë rënd tua tregosh të rinjve, tash flasim për të rinjt më së shumti, të drejtën e tyre për mendim të lirë që ata të zgjedhin, ti duhesh t'u plasojsh, e ata të zgjedhin, që nuk ka të vërtet. Unë e kam një të vërtet, ti e ke një të vërtet, ai treti e ka një të vërtet tjetër. Do thotë, ti do t'ja plasojsh të gjitha të vërtetat që ai mandej të zgjedh e cila ati ndoshta prej të trijave do ta gjen një mësim të mirë. Prandaj rrjetet sociale kanë shumë të bëjnë me ndikimin edhe politike dhe çfarë do ndikimi tjetër, për fat të keq. Kur jemi tek përmbajtja, gjithashtu dim që kemi shumë dezinformata qarkullojnë, edhe sidomos edhe në kuadër të fushatave zgjedhore, po siç thatë fushata ka filluar edhe shumë më herët. Si ndikon kjo tek gjithë ata që janë konsumator të këtyre përmbajtjeve? Shive, po ka konsumator që të rinjt besoj, përveç se nëse nuk janë të ndikuar nga ndonjë, të themi, subjekt politik ose subjekt tjetër të interesit, janë të edukuar dhe besoj që se e dallojnë se ku është ajo dezinformata, se ka dezinformat, po ka edhe informat e keq interpretuar. Nuk janë të gjitha dezinformata. Gjysëm informate, gjysëm kështu, gjysëm ashtu. Besoj se janë shumë më të edukuar tani me kalimin e kohës. Megjithatë, dezinformatat depërtojnë shumë më shpejt në rrjetet sociale, tani më edhe me inteligjencën artificiale, aq mirë aq qiltër i bëjnë që nuk mundet ta dallosh, edhe pse dallohet, mirë po dikush edhe ka dëshirë të beson në dezinformatat, pa i verifikuar faktet. Do thotë, pa hyrë pak më thellë se, ky njeri pse ky njeri ka thënë se kjo gotë, në këtë gotë nuk ka ujë, po ka, të themi, verë. Duhet ta provosh njëre, ta shofish a është ujë a verë. Pse ky njeri thot kështu? Ta shofish pse ka thënë ky njeri, çka qëndron? E mora shembullin pa lidhje, ka shembull shumë tjerë më të mirë. Thotë, pa verifikim të fakteve, pa pyetje, pyete. Kanë mundësi ta pyesin edhe atë redaktorin e asaj medie që e ka plasuar atë lajm ose dezinformat, mundet ta pyetni lirisht, mundet ta pyetni edhe dikë tjetër, duhet të verifikojnë faktet. Ndërsa organizata tjera e kanë mënyrën e vet se si verifikohen ato fakte. Ne po bisedojmë dhe do vazhdojmë të bisedojmë për kulturën e zgjedhjeve në aspektin nga ana qytetarëve, mirë po ka edhe diçka tjetër që e shohim që janë partitë politike që akoma shërbejnë me ato retorika që janë nënçmuese, gjuturrëtjes, nacionalizëm. Çka tregon kjo për nivelin e vetë partive politike, kandidatëve të cilët kandidojnë? Unë pak fillova ta përmbledhi këtë, edhe kjo është një biznis model i cili luan me emocionet e njerëzve, sepse kur i prek emocionet e njerëzve, atëherë ke edhe reagim. Kur je më i balancuar,
ose kur ke çka të paraqesish, ose kur don të paraqesish një premtim, ose një tentim për premtim se nesër pas nesër nëse më votoni mua, do të bëhet kështu, do t'ua rregulloj këtë telefonin, këtë rrugën, këtë qeshmen, ose çka do qoftë tjetër, duhet edhe t'i përmbahen asaj. E jo të bazohen në ato që janë nisur dhe të mbarojnë. Për projektet e nisura të shtetit, të komunës, të kujdo qoftë, do të thotë ato që janë të nisura, mjetet janë të siguruara dhe ato patjetër se do mbarohen. Këtu qytetarët zhgënjehen. Mendojnë se ky kandidat që do të fiton sot do ta bëjë atë punë. Jo, ai projekt ka nisur që ma herët dhe nëse i bjen këtij kandidati që do të fitoje në mandatin e tij ta kryej, do ta kryej. Shumë nga kandidatët tjerë që kanë fituar mandatet për kryetar komunash në cikle tjera zgjedhore, i kanë mbledh meritat thjesht nga kjo. Dikush tjetër e ka fillu, ky e ka mbaru, pra ajo është punë shteti. Do të edhe njerë ku mbetëm se zgjata shumë... Te kultura e partive politike dhe kandidatëve. Prandaj, partitë politike, liderët, por më shumë edhe përkrahësit e tyre, që kanë marrë atë model që të luajnë t'i prekin emocionet e njerëzve. Ku preken më shumë t'i emocionet e njerëzve? Pse nacionalizmi shprehet më së shumti gjatë fushatave zgjedhore? Sepse aty është ajo filozofia e turmës. Aty njerëzit ndjehen... Preket nervi duhur. Preket nervi, atëherë valëviten flamujt, e ke atë ndjenjen e ngrohtë të përkatësisë në grup, do të thotë në një grup të... Mbarojnë zgjedhjet edhe krejt ndahen, të kuptohemi. Mirë po, tani ajo ngrohtësia, kjo është psikologji. E ndjen atë ngrohtësinë, përkatësinë, se shumë është me rëndësi ti përkasish një grupi, rëndësia ti përkasish në një familje ku e ke ngrohtësinë edhe sigurinë. Aty ndjehen sigurt, do të thotë një siguri jo shpesh e vërtet. Aty edhe preken. Mandej, politikanët, sidomos ata që janë moti në politikë, shumë mirë e dinë se ku qytetarët ku ndezin qytetarët, do të ndezin në patriotizëm. Patriotizëm nuk është vetëm ta mbajsh një flamur ose të përtasish parulla kundër oponentit tjetër. Nacionalizmi është i pranishëm në fushata zgjedhore, mirë po, ka edhe tani e shohim se mbredhna e etnive, do të thotë ka trazira shumë intraetnike. Të vetët me të vetët, do të shqiptarët me shqiptarët, maqedonasit me maqedonasit. Po kur të vjen puna më e madhe, atëherë bëhen dy palët njëra kundër tjetrës, që kur të mbarojnë zgjedhjet ajo krejt të bjendë, të shuhet krejt po. Do vazhdojmë bisedën së bashku me zonjën Tahiri. Pyetja radhës ka të bëjë me organizimin. Është pak më teknike ndoshta, jo shumë qytetarë merren me këtë pjesë, mirë po sa i përket mangësive, gjërave cilat nuk kanë shkuar si duhet parregullsive, vit për vit, cilat janë ato që më shumti ndoshta përsëriten? Tash do flasim nëse don për parregullsitë gjatë ditës së zgjedhjeve? Mundet, po. E për parregullsitë gjatë ditës së zgjedhjeve mund të jenë, hajde ta përmendim të parën, votimi kolektiv, kur shkojnë në turm votojmë, ajo është parregullsi dhe dikush duhet ta paraqet, do thotë vëzhguesit të cilët e vëzhgojnë ditën e zgjedhjeve në për vend votimet. Zakonisht, po ato tani kanë filluar pak të pakohen. Edhe pse tash ajo parregullsia, votimi kolektiv nuk është edhe dikush voton me direktiv, mirë po votimi kolektiv ose votimi asistuar. Votimi asistuar kur dikush të ndihmon është gjithsesi parregullsie e cila duhet paraqitur. Parregullsia është një nga, do ta përmendja edhe këtë, kur vend votimet, në vendet e votimeve nuk ka qasje për
nuk ju është mundësuar qasja me rampa të personave me pengesa fizike, të cilat janë me karoca, me sende. Edhe ajo është paregullësi, ajo është të thotë, paregullësit kanë shumë kategori. Paregullësit nga kush janë të shkaktuara, nga votuesi, nga komisioni zgjedhor, nga shteti, nga komisioni shtetëror zgjedhor. Do thotë ka disa kategori paregullësi zgjedhore. Paregullësi ose problem, tani edhin dikun paraqitet kështu ose ashtu, është kjo aparati me fingerprint aparati, shpesh nuk punon, edhe ajo është paregullësi e shkaktuar nga ose komisioni zgjedhor shtetëror, ose me kohë nuk e kanë kontrolluar komisioni komunal zgjedhor. Një nga paregullësit janë, ajde të themi, nuk është drejt për drejt e lidhur me atë lokalin ku votohet, po për jashta nuk guxon të ketë parulla ditë, apo në afërsi të vend votimit, nuk duhet të ketë parulla partijake, votoni për këtë ose atë, ose billboarde, ose do të thotë në vetë zyrat. Një nga paregullësit është edhe kur vëzhguesit, se ka vëzhgues nga organizata qytetare, ka vëzhgues të huaj, ka përfaqësues të media, por ka edhe vëzhgues që vinë nga partit. Kur vëzhguesit e partive ju sugjerojnë njerëzve cilin duhet të votojnë e kështu me radhë. Kështu që paregullësit janë të shumta. Fatkeqësisht neve koha televizive nuk na lejon që të hyjmë në detajet të gjithave. Ne jemi drejt fundit, dua një përgjigje shumë të shkurtër. Ka njerëz që nuk dalin të votojnë dhe ka njerëz që e prishin flet votimin, siç e njohim. Cila është më mirë apo cili është opsioni më i mirë për kur nuk duan të japin votën? E drejta themelore e çdo njeriu është të zgjidh sipas mendimit të vet, dëshirës ose asaj të vet. Mirë po, e drejta për votim është fundamentale, është themelore dhe është më mirë është të dalësh të votojsh dhe nëse nuk ke dëshirë të votosh ose nuk ke opcion i cili ty të pëlqen ose të themi të kryen punë, atëherë është më mirë dil voto dhe shlyje. Bën diçka të letra, por jipe letër njoftimin, edhe dil edhe voto. Tregojmë edhe ajo është vot, do të thotë vot kundër të gjithëve. Do të edhe ajo është vot. Kështu që për gjithë ata që na ndjekin, të dielën të gjithë të bëhemi gati të shkojmë të votojmë, edhe nëse nuk votojmë askënd, me rëndësi të japim letër njoftimin dhe të duket që ne kemi qenë në zgjedhje. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit për sot. Faleminderit për ftesën.